Shqiptarët po helmohen me pamje dhe reklama të bukura të qumshtit dhe produkteve të tij të prodhuara nga dy kompanitë e njohura për publicitet, por edhe për famën e keqe në shumë raste. Pas reklamës së dy markave të njohura Lufra dhe Erzeni, fshihet mungesa e sigurisë ushqimore që vendos në rrezik jetën e qytetarëve dhe të konsumatorëve. Nuk bëhet fjalë për cilësi të dobët apo të ulët, por për një produkt të kontaminuar. Lajmin se shqiptarët kanë konsumuar qumësht dhe nën produkte të tij të ndotura me alfa-toksin M1, një toksin kancerogjene dhe shumë e rrezikshme për shëndetin e njeriut, qytetarët e Vlorës e kanë përcjell me shumë shqetësim këtë të shtunë gjatë një interviste të dhënë për televizionin 6+1 Vlora. Po, nuk blejnë. Kemi për qumshtin i cili është i kontaminuar? Shiko, përsa s'ka blektori do ham qumsht helmuar edhe të shkretuar kur i thonë. Jeni të friksuar? Po qatë të friksojeni? Ne atë kemi ngrënë se s'ka dalë sot ajo. Qatë i bëju në atje qumshit? Jo, ju e konsumoni apo si? Jeni të friksuar? Më shumë marë në fshati. Po të friksuar jemi, sa po shmangemi në shumë gjera, jo vetë në qumshit. Jeni është në rrezik konsumatorë? Shumë në rrezik. Për të gjitha gjera, jo vetë në qumshit. Çfarë duhen marrë masën? Atë e din edhe bëjësis, po të punojnë, do shta këthejnë në gjellë një identitet, po të punojnë, qafatit kemi. Autoriteti Kombëtar i Ushqimit ka konfirmuar praninë e aflatoksinës, një substancë kancerogjene, në disa mostra të qumshit të analizuara. Qumshti i kontaminuar i përket dy markave të njohura Lufra dhe Erzeni. Në mars 2025, qytetarët shqiptar kanë konsumuar qumësht me aflatoksin. Nga 26 mostra të marra nga janari deri në prill 2025, 10 prej tyre kanë rezultuar pozitive dhe sipas specialistëve gati 40% e qumshtit të kontrolluar ishte i kontaminuar mbi normat e sigurisë ushqimore. Po në mars të 2025-s, qytetarët shqiptar kanë konsumuar qumësht me aflatoksin. Konsumimi i qumshtit me aflatoksin ka pasoja të rënda në shëndetin e njeriut. E pranishme në qumësht, ajo është kancerogjene dhe gjenotoksike, ndërsa rreziku është veçanërisht i lartë për fëmijët dhe konsumatorët e rregullt. Autoriteti i kontrollit ushqimor thekson se qumshti është tërhequr menjëherë nga tregu, por dyshohet që të jetë kontaminuar dhe të jetë shpërndar një sasi e konsiderueshme. Institucionet shtetërore duhet të reagojnë fort ndaj këtyre kompanive që për fitime personale po helmojnë konsumatorët me produkte të rrezikshme.